Rritja e turizmit në Shqipëri ka sjellë ndryshime edhe në tregun imobiliar, veçanërisht në segmentin e apartamenteve me qerafe të shkurtër. Sipas agentit imobiliar, Jonathan Seitaj, ndikimi i qerave ditore mbi qerat mujore nuk është gjithmonë i drejtë për drejtë, por në disa zona të caktuara ai ndihet qartë. Nga viti në vit, turistët janë duke u rritur duke ardhur në Shqipëri. Dhe kjo ka ndikuar në mënyrë direkte, mund të themi, që të ketë kërkesë sa më të lartë për apartamente që jepen me qera ditore. Gjithmonë preferenciale janë zonat sa më afër qendrës që të kenë dhe aksesin sa më të shpejtë. Megjithatë, Seitaj thekson se shumica e pronarëve vazhdojnë që të preferojnë kontratat të qeras afatgjat. Sipas tij, kjo formë u garanton më pak angazhim, më pak kosto mirëmbajtje dhe të ardhurat të qëndrueshme. Shumica e pronarëve preferojnë që apartamentet e tyre të japin me qera afatgjat, sepse ka më pak kosto dhe më pak mund për ata. Por në të njëjtën anë preferojnë që apartamentet e tyre të japin me qera afatgjat dhe për ata që i përdorin për Airbnb. Agenti imobiliar thekson se kërkesa për apartamente me qera ditore është rritur nga viti në vit, në të njëjtën kohë me rritjen e numrit të turistëve që vizitojnë vendin tonë. Sipas ekspertit, me rritjen e fluksit të turistëve, interesi për qerat ditore pritet që të mbetet i lartë, veçanërisht në zonat turistike dhe në qendrat e qyteteve, ndërsa qerat afatgjata vijojnë që të mbeten zgjidhja kryesore për një pjesë të madhe të pronarëve.